Rruga që lidh tre lagje në zonën pas Kalasar Gjiros në Gjirokastër është bllokuar si pasojë e një rrëshqite të madhe dheu duke vështirësuar ndjeshëm jetën e përditshme për dhjetra e qindra banor. Bëhet fjalë për rreth 12.000 banor të lagjeve Manalati parë, Manalati dytë dhe Cfak, të cilët janë prekur drejt për drejt nga kjo situatë. Masivi i madh i dherave ka zënë rrugën kryesore që lidh lagjet, duke e bërë të pamundur qarkullimin normal të mjeteve dhe duke kufizuar aksesin në shërbime. Banorët janë të detyruar të lëvizin në këmbë në përshtigje të improvizuara në kushte të vështira. Veçanërisht e vështirë është situata për rreth 170 fëmijë që ndjekin shkollën Naim Frashëri, të cilët ndonse vazhdojnë të shkojnë në mësim, detyrohen të kalojnë çdo ditë nëpër rrugë të dëmtuar dhe terren të vështirë duke rrezikuar jetën e tyre. Shumë e rëndësishme, ne kemi rrugën të përditshme këtë që kalojmë, hemi në pazar, hemi marrim lekët tek posta, hemi për nisim. Këto rrugë. Kjo është rrugë kryesore. Dhe këtu ndahen në dy, janë dy lagje Manalati parë, po edhe i dyti. Jemi të bllokuar. Ja të duhet dalun tani, do dalon nga Manalati dytë, ose do t'i bie vërtet. Ndërkohë, Bashkia e Gjirokastrës po pret raportin e shërbimit gjeologjik, i cili ka kryer studime jo vetëm në këtë zonë problematike, por edhe në disa pika të tjera të qytetit ku janë evidentuar rrëshqite të mëdha dheu.